Si e madhe. Shumë e madhe. Lindja, rilindja e vetë gjyqësisë është e tmerrshme. Dhe duhet të ishte e shmangshme, por këta që vodhën duhet ta kuptonin. Duhet ta kuptonin që kjo ditë do vinte. Dhe kjo është për të vënë duart në kokë, sepse tani jemi shumë të rrezikuar kur djalli doli nga shishja. Dhe tani nuk futet me urdhra as të amës, as të akepit. Keni parasysh që nuk është më në dorë të medias. Djalli doli nga shishja. Ata që dhanë mendimet pa drejta dhe i morën vetë tokat, nuk mund t'i gëzojnë. Ajo që ndodhi, vrasja e një avokati i cili s'kishte asnjë faj për atë që bëri. Duhet ta pranojmë, domethënë ishte një gaf e madhe, domethënë zgjedhja e njeriu që s'kishte asnjë faj. Jo se duhet zgjidhë njëri me faj, nuk jam për ata, por jam duke thënë që vrasja e Zori djallin nga ato kanë ardhur me paramendim edhe për këtë mendoj unë. Kanë ardhur me paramendim se ky gjykatës e kishte gjykuar një herë çështjen e këtyre. Edhe nuk i kishte dhënë të drejtë. Domethënë, kishte marrë atë vendim duke thënë që ju e keni marrë atë 20 po për 45.000 metra, se bëhesh fjala për 60.000 metra katror.